Kryeministri Edi Rama dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato pritet të mbajnë sot një konferencë të përbashkët për shtyp në ambientet e kryeministrisë në orën 11. Konferenca vjen një ditë pasi Bashkimi Evropian publikoi progres raporti në vendin ton, ku nënvizoi se Shqipëria ka ruajtur një linjë të qartë politike në përputhje të plotë me politikën e jashtme dhe sigurisë së BE-s, përfshirë mbështetjen për sanksione ndaj Rusisë, një qendrim që Brukseli e cilëson si dëshmi e besueshmërisë si vend partner. Nga Brukseli, komisionerja e BE-s për zgjerimin Marta Kos vlerësoi në mënyrë të veçantë Shqipërinë për arritjet e bëra në kryerjet e detyrave për procesin e negociatave. Edhe shefja e diplomacisë europiane, Kaja Kallas, tha se Shqipëria ka bërë një progres të paprecedent, duke shtuar se e shikon të mundur antarësimin e vendit tonë në BE deri në vitin 2030, ndërsa kreu i qeverisë shqiptare në fjalën e tij në samitin e zgjerimit të BE-s më 4 nëntor 2025 u shpreh se Shqipëria po lufton korrupsionin dhe se reforma në drejtësi po godet zyrtar të lartë të përfshirë në korrupsion, qoftë majtas apo djathtas. Ai tha se brenda vitit 2030 do të jemi në tryezën e Bashkimit Evropian falë reformave të thella që po ndodhin në vend.